Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në takimin e kaluar kemi përcjellur një rrëfim të cilën na e ka transmetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga e kaluara, i cili rrëfim ishte pak sa i çuditshëm, një emanet të çuditshëm e la një njeri pas vetes së tij, që kërkoi nga djemtë e tij me i zbatu. Njeriu që ka kaluar një jetë jo të mirë në raport me Allahun te bareke ve teala, e dinte se ka pas shkelje, lëshime, dhe në mungesë të dijes se si t'ja bënte në këtë situatë, ai kërkoi nga djemtë e tij që me e djeg, me bohi e shkrum dhe me e shpërnda në pjesë të ndryshme të botës, me bindjen se nuk do të ringjallej, me bindjen se në këtë formë do të ikte nga përgjegjësia për Allahut mënduar, nga se ishte i bindur se nëse del për Allahut mënduar, vaj halli për te. Dhe kemi përmendur disa dobi, domethënë nga kjo pjesë e këtij rrëfimi, dhe kemi thënë se kjo emanet, edhe pse djemtë e kanë zbatu, nuk është dashur të zbatohet për shkak se nuk është në rregull. Andaj njeriu mund të lënë emanet pas vetë diçka, po që nuk është në rregull emanet, mund të jetë padrejtësi, mund të jetë diçka ndaluar, mund të jetë diçka që nuk ka rregull. Andaj ne duhet zbatuar emanetet e të afërmëve tanë që janë në prag të vdekjes, që vdesin, nëse këto emanete, nëse këto porosi, nëse këto fjalët e tyre janë në rregull, në kuptim të pajtueshmërisë me udhëzimet e Allahut xhalla xhelalu. Nëse nuk është në rregull, atëherë padyshim se nuk duhet me e hidhru Zotin, pavarësisht se kujt ja bëjmë qefin. Dhe kemi thënë se kjo nga ignoranca ka mundur diçka që në esencë është obligim të besohet, por ja që Allahu te barekuta ka marrë parasysh arsyen e tij. Andaj do të vazhdojmë për kësaj pjese, ku Allahu xhallahu ala e urdhroi tokën që të mbledhte të gjitha ato pjesë e hirit e tij dhe ta kthente përsëri një njeri. Të nderuar vëllezër, kur rrëfen ngjarje të këtilla, se Allahu te bareke ve teala e ka ngjall dikën, e ka bashku dikën, i ka thonë tokës, i ka thonë qiellit, për njerëz mund të jetë kjo pak sa e çuditshme. Ka njerëz që nuk e besojnë. Mirë, po për neve si besimtar kjo është plotësisht normale. Diçka që absolutisht nuk na bën asnjë problem në besimin tonë. Pse? Nga se ne kemi besuar në Allahun te barekuta teala, i gjithfuqishëm, ai që ka mundësi të bën çka i don. Nuk ka mundësi me ndal veprimin e Allahut askush, nuk ka mundësi me ndal askush vullnetin e Allahut te barekuta teala. Andaj Allahu është përtej mendjeve tona, përtej mundësive tona. Atë çfarë ai bën, ne vetëm besojmë, edhe pse ndoshta nuk mund ta kuptojmë si e bën ai. Për shkak se, sikur që përmenda, veprat e Allahut xhalla xhelalu janë përtej mundësive tona me i përthekua apo me i përgjasu me jetën tonë të përditshme. Për këtë arsye, gjithçka që na vije nga Zoti xhalla xhelalu në Kur'an, gjithçka që na vije e rrëfyer, e transmetuar, e përmendur në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ne besojmë bindshëm, pa asnjë kontestim. Dhe besojmë pikërisht ashtu sikur që i takon Allahut mënduar. Nuk hym në detajet e komenteve të panevojshme, e të ndryshimit të kuptimeve të panevojshme, por besojmë pikërisht ashtu sikur që ka besuar në to Muhamedi alayhi salatu wasalam, dhe si e kanë përcjell këtë besim gjeneratat e para të besimtarëve të drejtë e të sinqertë, të dietarëve tanë, të ulemave të ndryshëm që na ka mësuar se si duhet me besu në Allahun dhe në pejgamberin alayhi salatu wasalam. Andaj Allahu te barekuta ka urdhëruar tokën, dhe toka është rob i Zotit, dhe ka mbledh krejt atë pjesë që ka të pas bëj me te, dhe Allahu te barekuta e ka kthy prapë në njeri. E ka vendosur para tij, i ka thonë: o robi jam, pse ke vënë këtë punë? Shikoni të ndërozë, Allahu e dim pse e ka vënë. Allahu e dim pse e ka vënë. Nuk ka Allahu që robi më informu. Ama pse Allah e pyet robin? Pse Allah na më në përgjithësi?
Pse na merr pyetje? Të gjithë na kena me dhon llogari për Allahut të mënduar. Para se me dhon llogari, veprat tona shënohen. Ka melek të autorizuar nga Allahu xhella sha'nuhu që shënojnë veprat tona. A ka Allahu nevojë për këtë shënim? A ka nevojë për fletore? Nuk ka nevojë. Ai din gjitha. Allahut nuk I fshihet asgjë. Allahu nuk harron, Allahu nuk gabon. Ai është I gjithdijshëm. Andaj pse e ka pyet robën? Për shkak të robët. Shikoni Allahu xhallahu ala nuk don askën me marrë në përgjithësi, nuk don askën me dënu pa e arsyetu dënimin. A kupton ti këtu tash mëshirën e Zotit dhe bujarin e Tij? Po dyshim se po. Allahu ka mundsi këtë don me dënu, me on ti këtë meriton dhe s'ka kurrë që kundërshton gjykimin e Tij. Dhe imi të bindur se gjykimi I Tij është I drejtë. Megjithatë, Allahu xhalla xhelaluhu që robët të qetësohet në gjykimin e Zotit. Dhe tjetë I bindur se është trajtuar me drejtësi, Allahu ja prezanton veprat. Ja ku e ke. A ke bë kët, a ke bë kët, ai është dëshmitar. Çdo njeri do të jetë dëshmitar I veprave të tij. Madje në situatë ku njeri mund të mohon diçka nga veprat e tij, kanë me dëshmuar gjymtyrët e tij. Ka me dëshmuar dora e tij, ka me dëshmuar gjuha e tij, ka me dëshmuar syri I tij. Çdo gjymtyrë që me tek apo më kat Allahut ka me qenë dëshmitar. Sikur që edhe kundërta. Çdo gjymtyrë që përmes saj Allahu na ka adhuruar do të jetë dëshmitare e adhurimit, që përmes kësaj dëshmie ta merr shpërblimin e merituar. Prandaj, të nderuar vëllezër, Allahu nuk e dën askënd pa drejt. Sikur se Allahu thotë në Kur'an: "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Ne nuk dënojmë askënd pa I dërguar pejgamber. Allahu te barek o teala don që robën me kuptu drejt. Prandaj është mëshira Allahut azza wa jall. Është kujdesi I Tij që rob me kuptu mirë çka Allahu kërkon. Për këtë arsye edhe kam përmendur në takimin e kaluar se mësimet e Allahut do të më shpërnda, më përhap, që njerëzit me kuptu çka Allahu kërkon prej tyre, për shkak se Allah për këtë ka zbrit libër, Kurani për këtë ka ardhur. Muhamedi ka për këtë që njerëzit me kuptu çka është besimi. E nëse besimi I drejt ka arrit deri te ti, nëse një informat e duhur ka arrit deri te ti, mos u bë murr që ta shpengon depërtimin e kësaj informate këtë tjerë, të vazhdo tutje. Që shka vazhdo dikush para teje, që njerëzit të informohet, të dinë për fenë Allahut azza wa jall, që të jetësohet tamam qëllimi I dërgimit të pejgamberëve dhe I zbritjes së librave. Prandaj Allahu xhallahu ala nuk e dënoi me një herë. Allahu xhallahu xhelal nuk gjykoi me një herë, por e pyeti: "Ma hamalaka ala hadha?" O robjem, pse e bone këtë? Pse kërkove këtë emanet? Pse kështu me ta bo? A I ka thonë veç një përgjigje. Dhe ka qenë I sinqert këtë përgjigje. Ka thonë, frika për teje o Zot. Kom pas frikë me dalë para teje në gjendë që shkam qenë. Kjo është punë e madhe. Të nërë vëzër, frika ndë Allahu xhallahu ala është punë e zemrës. Nuk e din kërkush çka konto, pas Allahut azza wa jall. Ajo shihet në vepra pastaj, normal, manifestohet në vepra. Po realitetin e dashurisë për Zotin, realitetin e frikës ndaj Allahut azza wa jall, nuk e din askush pas Allahut xhallahu xhallahu. Prandaj të ndërrohet vëzër, Allahu shikon në zemrat e robëve. Për këtë arsye edhe është esenciale, është bazike për çdo musliman të kujdeset për zemrën e tij, me përmirësu të brendshmën, me I përmirësu kuptimet e brendshme, adhurimet e brendshme, me shëru vetën nga smujt e brendshme. Nga se smujt e brendshme janë shumë më të këqija, më të rrezikshme sa ato të jashtme të dukshme. Nga smundjet e brendshme është mosbesimi në Allahun, është smundje. Nga se vetëm një zemër e smur nuk beson në Allahun si duhet. Hipokrizia, dyftërsia është smundje e rrezikshme e zemrës. Syfatësia, që njeriu të bën punë për të lavdruar, për të marrë nga njerëzit mirënjohje, jo të sinqerta për hir të Allahut, është smundje. Vetpëlqimi, ku njeri mendon se veç ai I bën punë mas mirë, veç ai din, smundje. Zilia, ku nuk ka mundësi me e përballu begatinë e dikujt. Dikush ka sukses, ka arritje, ka begati, nuk e përballon. Nuk ka mundësi të jetë I pajtimit me atë begati që e gëdhën vllai I tij. Zili. Madje
kjo zili dhe përshkallëzohet deri në nivel që dëshiron që ai vllai ti me upat begati hiç mos me pas. Shikoni çfarë smundjesh mund të preket me to zemra njeriu. Urrejtja për shkak të çështjeve të caktuara të kësaj dhunjaje, me urrejt njërin. Armiqësia e shumë të tjera nga smundjet e zemrës. Nga smundjet më të rrezikshme të zemrës, më të rrezikshme pas mosbesimit edhe shifatësisë ose pas dyftyrësisë është edhe humbja e shpresës në Allahun te bareku teala. Me humb shpresën në Allahun xhallahu se Allahu ta fal. Prandaj është gjuna. Allah e ka ndalu që njëri me humb shpresën. Pavarësisht çfarë mëkati ka bërë, si është e kaluar e tij. Duhet të gjejë guximin dhe rrugën e duhur që të pendohet e të thëhet tek Allahu xhallahu xhelalu. Ky njeri ka pas frikë të Allahut. Spaku i është aktivizuar në fund të jetës së tij. Ai gjatë jetës nuk ka pas frikë mjaftueshme. Sikur të kishte me pas frikë mjaftueshme, kishte me pengu frikën ndaj Allahut nga punët e këqija, patjetër. Nga se zemra e fuqishme, zemra e shëndosh, zemra e mbushur adhurim, sikur s'është frikë ndaj Allahut xhallahu ala, patjetër ka me i lëviz gjymtyrët në përulje, në shtrim dhe adhurim ndaj Allahut mënduar. Por në momentin kur kjo zemër zbehet dhe zbrazet nga frika pe Allahut azza wa jall, nuk është dashnia funksionale si duhet, apo nuk punon dashnia për Zotin që duhet, atëherë lodhen edhe gjymtyrët, edhe pastaj shfaqen probleme, defekte në adhurim ndaj Allahut mënduar. Pra ky njeri me pa pas frikë gjatë të jetës së tij, kështu me qenë të ndryshe. Po kur i ka ardhur fundi, e ka pasë çka po ndodh, e ka pasë mori fundet të tëra, edhe e ka ditë se ka me dalë për Allahut mënduar, nga se besim ka pasaj, ka dashur një zgjidhje. Edhe pse zgjidhja ka qenë e gabuar, sikur se kemi cek. Mirë po, ajo që duhet marrë dobi këtu, që ka të bëj pikërisht me temën tonë. Pse ky rast shërben për zgjidhje jo për problem? Qase ne po mundohemi përmes këtij rasti më përgjigje si i ja dalën çta njerë. Ç'këni ka dalë, se ky ja ka dalë, Allah e ka fal. E Allah me t'i fal mëkatet i bën ja ke dalë. Sukses ke arrit. Është dalje nga kriza, nga problemi, Allah me ta fal. Ti Allah ja ka fal. Mirë, me çka ja ka fal? Ja ka fal me fundin e tij. Me fundin e tij. Ka qenë fundi i tij kush? Frika ndaj Allahut mënduar. Por kjo frikë realisht s'ka pas kohë për me ndryshuar jetën e tij. Ka qenë fund. Andaj ai ka vdek e zemra e tij e mbushur frikë ndaj Allahut xhalla xhelalu. E për shkak të kësaj frike, se nëse del për Allahut me gjuna, Allah ka me dënu, Allah ja ka fal. Prandaj të ndërvozër, shpeshherë veprat tona mund të jenë të mangëta. Na duhet më angazhu, veçanërisht obligimet me i kry, veçanërisht nga e ndaluara me u largu, patjetër, duhet më mundu. Por do të mbetemi të mangë në vepra. Atër spaku këtë mangësi në vepra mundohë me plëcu me zemër të mirë, me frikë ndaj Allahut, shpresë në Allahun, dashni për Allahun xhalla xhelaluhu e kështu me radhë. Me thonë Allah të kum dashtë, edhe pse s'kum mujt me ta adhuru sa të kum dashtë. Ta kum pas frikën, edhe pse të s'kum mujt me konë që është duhet. Andaj që Allah me gjyku në bazë të zemrës tënde, sinqeritetit tënd, edhe pse vepra mund të jenë nga njerëz të mangëta. Ne nuk duhet me këtë më arsyetu, por realiteti na ndodh që në vepra nga njerëz jemi pak më pasiv, më të mangët. Andaj që ta plotësojmë këtë pasivitet eventual në veprat tona me aktivitet të vazhdueshëm të adhurimeve të zemrës. Sikur të thash, dashuria për Allahun xhallahu ala, besimi i duhur, frika ndaj Allahut dhe të tjera nga adhurimet e zemrës. Në Allahun mund mbështet, shpresa tek Allahu se Allahu na fal, na ndihmon, na përkrah e kështu me radhë, por jo shpresa të kota, por shpresa e dëshmuar me vepra, me përpjekje të vazhdueshme. Për këtë arsye Allah ja ka fal. Dhe kjo me kuptu të ndërmëzër se sa është më rëndësi, do më thonë, njeri me u përkushtu në adhurimet e zemrës, që fatkeqësisht ndoshta edhe si term për shumë për njerëz sot mund të jetë term i panjohur, term disi i çuditshëm. Çka është kjo adhurimet e zemrës? Nëse kjo është pjesa më e rëndësishme e
njeriu, e komunikimit e tij me Allahun xhalla xhelalu, nga se Allah shikon në zemrat e njerëzve, nga të cilat pastaj dalin edhe fjalët edhe veprat e tyre. Dhe gjithashtu të ndërmëzër, nga ky rast marrim një mësim rëndësi se çysh ja del njëri një jetë që ky njeri se ka pas të manifestuar komplet si duhet, e ne mund të marrim mësim, ajo është pendimi i hershëm. Shiko, ky njeri ka prit deri në moment dekës, te në fund ka prit. Hajse kismet, hajse ndodh, hajse vjen kjo Ramazan në arshëm, e ku mbon jetë, e kanë zonë deka të papërgatitur. Po, i është grumbulluar sasi e madhe e frikës në Allah xhalla xhelalu. Mirë po, çka nëse Allah s'ja ke shpranuar apo? Çka kishte menduar? Mos vet për ta. Ai vetë ka ditë. Ai vetë ka ditë, ka me bo me marr Allahu llogari, mos vet. Çka i them Allahut? S'kam çka qes për ati. Andajini duhet të ndërvozë minet vetë gati më herët. Këtu nuk ka të bëjë me mosha, jemi i ri, jemi në zonë. Asnjë rrethon nuk duhet me të pengu nga pendimi, nga kthimi tek Allahu xhalla xhelalu. Jetë më pendu në vazhdimsi tek Zoti xhalla xhelalu. Nga se njeriu përse jeton në kësaj bote, mundësia për të gabuar gjithmonë aktive, apo gjithmonë gabon. Nuk u pendu sot e më sot e këtë ditë unë gaboj mu. Të opet nesër gabon. Ama duhet mu kujdes mos me gabu. Një sikurse tash në kohërat e dimrit kur bie borë lozër ose kur bie shi, qysh ec njeri? Ec me kujdes. Nëse e vesh mirë për xhumë, jetuar xhumë, edhe ka ra shi, apo ka vene kush grumbullu uji, ti a futesh në ujë? Me thonë se pa të ujë, s'pata ka me shku? Jo, kujdesesh, pak anash, pak, e ka pak shi të lakë, se është të ra shi, normal. Mirë pa ti kujdes mësë mu qëllim shumë, ti kujdes që mësë më ra në ujë, ti kujdesesh ku ka akull mësë më rshit, pa ndodh gabim shumë me të ra koma në ujë se ke pa ndodh, gabim shumë, ama ta një hapë sytë, edhe trefesh ma shumë, apo rritit kujdesi, që është të është dunjoja? Dunjoja ka vene ku ka gropa, ka uj, ka akull, kujdes. A i ti këndër shasëm pa tjetër se dunjoja është kjo, ama ka po e ngritu me njëre, që kjo është çështja e pendimit. As njëri cili bije në ndonjë post të ujit, nuk thot e mas e rash por i qëto. A thot që shtot? Jo, del me njëra. Andë njëri që bjen me katë nuk thot, tash mas i bona gjuna, tash mas i shkela, po vazhdoj se hajri inshallah. Jo, s'ka kështu. Kera, ka ndodh gabim, ngritu. Me njerë ngritu. Merë hapin e dur, të daljes nga problemi, të daljes nga uji, të daljes nga rëshqitja në akull, të daljes në teren të përshtatshëm, të sigurt për të ecë për të vazhdu tutje. Që kjo është qasja e dur të nëzër. Që shtu të me konë. Mu pendu. Bon gabim, pendu është. Për këtë arsye të ndërnozë pejgamberi ka thonë, kullu bani Adem khata. Të gjithë bitë e Ademit gabojnë, kush nuk ka që nuk gabon. Mirë po, më të mirë tjera ta që kërkujnë falje. Andaj besimtari qëllim shumë, me vedije të plot, nuk bën gjuna, mund tjetë gabim, mund tjetë afekt, mund tjetë e ka kap e pshikojtja në moment në rshet, këtu e në situatat vështira, Allah në arru, du të më rujtë shumë. Nga se mund tjetë nga njëre rënja që pasoj nuk mund shmu që në komë. Dhe më pasë të kujtës për kësaj, mund tjetë rënja që nuk mund shmu që në komë. Rëndaj, me pasë kujtës. Po nëse ndodhë me rëshqit, duhet me ditë rrugdalën. Cila rrugdalja? Kërkimi i falës tek Allahu xhalla xhelalu. Allahu pranon pendimin. Allahu xhalla xhelalu të ndrozur na ka përgëzuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ai ditën thret e zgjat dorën e pajtimit për robët e tij. Kush është ai që ka bëu mëkat natën e të pendohet mëngjes? Pastaj natën e zgjat dorën e thret, kush është ai që ka bëu mëkat ditën e t'ia fali mëkatet tash në mbrëmje? Në vazhdimsi Allahu na thret, Allahu na pret, Allahu na fal, prandaj ti kthehemi Allahu xhallahu në vazhdimsi me pendim, me vendosmëri për qenë më të mirë, e në situata të dështimit e të rënjes, prapë të marrim guximin të një kthimi hala më të fuqishëm, nga se tashmë edhe përvojë kem, e dim se herën tjetër duhet pak më mirë me i shikuar gjërat, me i marr gjërat më mirë për shkak se mundemi me gabu dhe mundemi me rshit e të ndërrozë dini. Ka rëshqitje që ta mundësën më uqunë komë, po ka rëshqitje që mund tjetë fatale, apo mund tjetë paralizuse, kërso që
do të pas kujdes njëri se ai e din se po bjen, po nuk e din ku po bjen. Shumë njerëz vallai kanë rënë punë, edhe çka ka unë, kur s'ma ka marrë që çështë ka më ndal atë. S'ta ka marrë, po mëne, po dosh më marr punë të mirë përpara. Mi pa përpara punë të mirë. Se sa njëri ka bënë gjëra të caktuar, e ka marrë me thjeshtësi, me normalitet, ai se kryet. Tani është komplikuar situata, jeta, probleme, konflikte që s'ka ditë kryet ku e ka opton. Ndaj pas kujdes, mund të jetë e vogël fillim, por shumë e gjonë, shumë e thellë, pastaj në hyrje që nuk i dihet dalja ku është, Allah na rujt. Njëri duhet më rujtë me pas kujdes, me mbrojt vetën e tij, me hap syt ku po ec, me qenë i vëmendshëm, i kujdesshëm dhe në rast të ndonjë shqitje eventuale, më një herë tash mi bu 2 hapa konkret. Ç'kjo është rrugdalja? Me e konsultu njërin e dijshëm, hoxhin me pyet, e kum bë ç'ka më bë? Dhe e dyta tek Allahu më u pendu më njëra më u kthy dhe më vazhdu tutje. Kjo është rruga e dur dhe kjo është rrugdalja që na mëson rrëfimi i këtij njeriu, që Zoti ia fali për shkak se kishte frikë ndaj Allahut të mënduar. Allahu na ruajt nga rrëshqitjet, nga gabimet, e në rast të rrëshqitjeve, gabimeve, na dhasht Allahu forcë që të ngritemi dhe guximshëm të vazhdojmë tutje rrugtimin e dunjas deri në takim me Allahun, të penduar tek Allahu xhallahu të kthyer tek ai në vazhdimsi, duke shpresuar në vazhdimsi shpresë sinqerte të vërtetë plot zemër, se Allahu na i fal mëkatet, Allahu na mbron, Allahu na ruan, Allahu për shumë na i tej kalon, s'na merr për shumë, se më na marr për gjithçka në dunjë, kishte më na shkatërru moti, po kjo është mirësia edhe mëshira Allah që na duhet me vlerësu dhe pozitivisht në raport me rangu. Kaq për këtë pjesë Zoti ruajt. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.